Sikur thash edhe në fillim të hymjes me shajte, me për të rasti mas 63 vjetëve, para jam shkuru në 56-ën e moshë 17 vjetë me 78 përim, në përkësor në kish, një rast i bukur e mrekullueshëm, si shkodran e si shqiptar, me u bashku të zbashkut, më përmys për para kërishë shqipusët marë vocë, me pa horizonte se na presin për amshimin, e me thanë kërishit, Jezus Zot, jena të gatshëm me majt ligjen, dashnin tanë, mandnin tanë, shpërblimin tanë që do të apish gjithë besnikët tu në këtë anë të botës. Mrekullia më e madhe që bëhet në çdo ditë, ndoshta nuk e kemi e vëmërë, është ardha e Krishtit çdo ditë në durt e gati 1 milion meshtarëve. Sikur dielli lind, shtetë botën e ngro botën, man edhe planet tjerë, hyt tjerë në sistemin diellor, kështu më thomi astronomikisht. Kështu Krishti në durt e gjithë meshtarëve, me madhni të tij e dashnit pamatën vjen me dhënë dritën, gëzimin, shpresën, njallënit, marë njerëzimit që e besojnë dhe presin merën e madhe të rëmisë të tij. Thotë që kemi shajt kurin i nanë të Zotë, 4.000 vjetë me Mojzejin në kry, për fatë jetë mirë, njerëzimi ishte largu për Zotit, i kërkon, Noe i kërkon gjaj i shëntëtarit o Zot e pështoj botën a thershme. U mund në dhane nuk u shetë në qëmë. 50 njerëz dërd po fali botën. Me rishë sigur e dinit gjithë nuk u shetën. Atëherë, ndodhi ajo që ndodhi përmytja. E gati si thote gojët madhe Zot, penjit me fëshisë hominëm. Gati po përndohëm pse kam kryu njeriun. Çdo njeri më këtë botë, a kryve para Zotit, përgjësimin e në shumëtyrën e të madhë Zot, a fjala Zotit, jo emja, e shkim më shajt. E çdo njeri a kryve para Zotit, për këtë jetë e për amshimin që na për të gjithëve. Kisha, është dhani maj bukur e maj nënt, se këtu flitet gjithçka për mi materin, për të mi natyrshmen. Hapën e parë që banë çdo njeri për lumit parrinjit. Se gjithë njerëzit kryuën për Zotit, thosh fali, Deus vult, omës homës halës feri. Zotit ka kryu gjithë njerëzit, e dhe në patë të gjithë në parrinjës. Por mërësht në këtë botë, kur arrestojnë Krishtin për me edhinu si ku e din tanë mirë, që ka tha, rëgëmel në rësë dhe hukmunda, mërë një emën nuk është në këtë botë, por është përqia se më dërgon të atë jem një poshit madhe qëllore, për me eliminu, por duhe ba vëllësat madhë Zot. Ndoshta më të duke që e çuditshme është e keni një angjëll i qetës të ndëshkimit madhë Zot, ka forcën e 50.000 ushtarëve të armëtosën të në dhomë. Një angjëll thjesht. E kjo pushteti i të madhë Zot që dashnia a mitë gjitha, para djallë të madhkum, a pushtet i pamatën. Vim një kishme me u bashku këtu, zbashkut me angjët. A i shofishin tonë, nuk i shofin. Por, ndoshta nuk e keni pa në internet, intervjisen që ka ba pa Gabriela Mort, me Luciferin, me kryetarin tonë djemëve. Edhe thotë, bota është e mushin me djemen. E po të shifë ju, kishi për të pas, kishi për të dek për friket, ka shënë të mëndërshëm. Dhazën bota, mos është kush që përnësh që i shërben të keqës vetë vetës, se jene të kryuën për lumit pa matën të parrinjët. Gjeroshi del para Krishtit të marrë në vesh dem të vazhat, e gjithë këtu jo në Shqipni, po kuda në Amerikë në tanë botën, sigur ashtë për diku për dikohet. Magiste, këtë thashë më dhjë më tharën pasit jam, po i thamë 2 fjallë me gjuhën e Krishtit. Mjetë mësus, që ka të të bajë për me fitu luminin e parrinjët, që ja ka humë një denë shumë ku i sotë. Nuk shkatoj fjallë të maja e filozofike, se oratoria Krishtit a pa matën, por flet me gjuhën e thjeshtë të njerëzve që i kuptojnë. Salva mandat e mej, duesh majsh 10 urdhnimet e mija. Dekalogun, që kur janë listë astronomike, nuk më të sjellë toka jashtë shefit astronomës njerëzorë. As di nuk më të visin për gojën njerëzve.
asë një forës shkencore njërzore, nuk më hinë pse ka mu listë astronomike. I natë i Zot, tokës, njeriut, jesë edhe lumisë që në përtë. Pra, gjithka është në ligjë. E ligja, e më përën jetën e njerëzve, por kërka në zbatimin e dashnisë pamatëm, e një Krishtë Zot, e vetëm Krishtë Zot, është njënët e jeta e lënja marë bosë. E kënë një saje për Lazarin, Lazarin, miku i matë mu është Krishtë. 4 ditë ishtë më dhejë. Shkën të mbotartë Maria Magdalene e Marta. Kua Lazarin? Ba të kështë se gjëra s'po dite. Ka tek Lazar, miku ytë. Do të njallët. Po kur do të njallët, e dim se punë në bosë, se do të vikishë për 2 herë. Edhe djelen që ka kalu, e keni një fjallë e fort Krishtit. Kanë me alë të që ka mu drillë marë bota. Burë mi kush, s'ka për të me këtë tokë. E njerëzit kanë për dekë për friket për shajnëve që do të shohin në kosmos, në tokë. Jo në fjallët e Krishtit, jo të mijat e tonës, që janë ta barabarë janë avdazën. Ku aty do të hapen, dyrët e luminisë. Shkojnë Krishtit pranë vorrit, hekin gurën e malë. Para 5.000 hebrejve, e 15.000 mishve të alën për anët të nëshme të azisë të Europës atëherë, shqiptojnë vetëm këtë rifjarë Krishtin. Para Lazarit dekun 4 ditë për para. Lazar e këgjë foras. Lazar, del jashtë. Dridhun e toka e dili me dritën e vetë, e zëmët e njerëzve, sytë e njerëzve, shopin Lazarin në poshterin Krishtit, të njallën si prinsë, për që fanë Krishtin edhe mbotët e veta. Qka e tha atëherë Krishti? Jo vetëm atëherë, atëherë edhe sot. Ego sumë rësove këse dhita. Këj kredi mesin së mërë së fërë ditë të këtë vitit këtë men, nërë mërë jetë orientarë, unë jam fjallë të kojës Krishti. Unë jam të njallën të jeta. Kush përsen mu, edhe pse ka materja, ashtë materje që do të gjanë që ashtë materje ka përfund, do të desh por, do të njallët, e kush jetën e përsen mu, ka me pas luminia pa matën në luminin qëllore. Kjo nuk është një tërgim historiko për i pasërete, a dogmatike e kjo shajte që duhet të besojmë të gjithë, e të gjithëve të në tha pres në kjo ditë. Në zemë tonë, në gojë tonë, dhe tjetë vetëm pjala dashnin, falje, mëshirir, lutje, e që nërështë në hirën të madhë zëtë, në çdo formet i maritetit, seksit, drogës, çdo forme që i bjëndesh martes shajte, se e ka kryu njeriu në përshirë i madhë zëtë, çdo gjë që është ndamin shpirtnare. E përhapjen e gojës së gjenjave për nëshë, në 4 anë të Europës e të Amerikës, përhapja e fjallës dashni, vëllaznim, nim reciproke, me pa të gjithë, në zanën të në amëlsinë e Krishtit, sikur Konstantini i Madh në shekullin 3, pa fitore në madhe të katakombëve të martirëve, dhe rreth 20 milion për tërë shëndes që e dhanë jetën për Krishtin. Qa ishe shkru me vllazën e botra, e dini mirë. In hoc signo vinces, Krishtë e madhe në qilë, ka shenjë ke përfitu, se Justantin Apostata i kishtë amojt e triumfi i Krishtit nga ne, me dashnin e pamatën, me hirin që jepi mazët, me bindën që të gjithë njerëzit janë vllazën të krijuar për Zotit për luminit të pamatën qëllore. Në Kafarnaum shkon Krishti sikur në qytetet nënshme që ka banë në jetën e vetë. Krishti, misteri i gjithë anshëm, i gjithë shekujve, bashkimi natyrës njerëzore me natyrën hynore, mëshira e pamatën e të madhë Zot. Prandaj Krishti është i biri të madhë Zot në formë më të natën hynore për virtut të shpirtit të shenjtë. Duhet me ditë mirë tonë se këto themeli i fesë shenjtë. Krishti nuk është një ideolog, o shkencëtar, o miliardere. Është miliarderi e shkencëtari, djetari, mallnia pa matën e gjitha formave materiale edhe hynore. Për biri të madhë Zot i ardhën për me pështu njerëzimin të ramë në katë. Të kalu në Kafarnaum, një qytet të ateshëm të Izraeli, një turë me madhë djemensh, i dalë një para Krishtit. Kjo ardhë të në këtu, na dim kush je, ishë rrët 2000 djemen. Ti e dim, na dim, fundi farët, e të shmani Krishtin e thotë, ti e i bijet ma Zot,
ti je shenjtë i Zotit, ti ka ardhur për fshimin e botës, dhe të fundi fare e dëshmoni Krishtin për dashnit të pamatën, shpëtimtar të manëzimit për gjithë shekujt. Vëllezër e botëra, në kishë mësojmë me dashtë madhën Zot, me ta në forca tona, me dashtë vllazën tonë, me ndihmu të varfënit. Çaj të jepni të varfënve të fjala e Krishtit, o miliardera, o të përshtatshëm, o të mëdhaj. Shtyni dorën ka të varfënit, perni edhe të tyre në emrin të Krishtit, se çka ju jepni tyre ne keni dhënë mua. A keni ni? Venite benedicti Patris mei, et possidete regnum perpetuum vobis ante omnes saecula. Eni të bekuar të atë do të ne fjala e Krishtit. E zotnoni, jo vetëm hini, po zotnoni të parën mërtni, të kryuen Paris vetëm për bamisat që në bëjnë vofnit. Nëse këtu ndërtojmë, po flasim pak që në formën shëkullore, gradacionet e miliardat, shumë mirë për të mirën e gjithë popullit. Por, ndërtojmë atë që nuk marrën kur, thotë Krishti. Do më thonë, gradacionet e miliardat, e të përve që do shtë këshejnë shumë atëpër se diri në amshime në lumit Parisit. Dhe jemi këto për me njoftë, vllazërit tonë, në motrat tona, shpirtnisht. Krishti, ku janë dy vetë të lutë, është i tërti Krishti. Që më të thonën, goja Krishti. Për me dhanë, njën të jetin e lumin zdo në rjot. Zbatimi i dekalogut, i Krishti, e dhe të urnimet të madhë Zot. Për hapja e vllazënisë e dashurisë në shoqërinë njerëzore, jo vetëm në Shqipëri, po kudo, kështu na ka qit jeta në Europë, në shumë vende të Amerikës. Për të madhë Zot, me për hap flamurin e dashurisë, të vllazënimit, të bujarisë, të ndihmës. Kjo është Boshi detyra i çdo njeriu katolik që don të mirën e adultët të popullit vet, e gjithë popullit të botës, që kishte bab i katolikëve, i muslimanëve, i hebrejve, i panteistëve, çdo komit qoftë, e ka dalë gjakun. E dini mirë se në fund shekullit të 20 sa njerëz ka pas bota, a dini mirë apo jo? E keni harruar sa. Mësoni, e shkruani. 1 miliard njerëz ka në bota. Sa janë sot, mas i qenë se të pasjede, 8 miliard 300 miliard njerëz. Pra të gjitha janë bitet madhë Zot. Po hjallin pak vështrimin të zbatimin e ligjit të Zotit. Janë 108 vjetë që për qiellit të Fatimas në Kovatirja, në Portugal, zbërte nana Krishtit, që të 2 vjetë e ka majtë fitorin e kishë në durë të veta. Abolos, zë fitore kishë për i zojës bekume, se thosh vërdatini për sjenit. Kur e kam patë të zojën e bekume, kam thënë mesh për mi vorën e ti, në Aquila, jam detyru shpirtnisht për thanë, që kanë ka vetë Zotin. Ushteti e pamatën, forse e pamatën, lumni e pamatën, mëshirë e pamatën, gjithë për shteti që jësë tokë në të zojës bekume, që ja ka dhanë e shqequn shmatërinë zojës bekume. Shumë kuj, s'ka marrë për shqilë, për me mësu e më shqetman para bosë. Me folë 2 fjallë, që ka folë Krishtit, në emën të Krishtit. Detyra jonë, si nanë gjithë përseshme, që si nanë nuk gjykon kur, edhe pse dërësia e kërkon gjykimin, ka gjykon, kërkon pështimin e marë bosë. Lotë të zështën në Fatima, e kini në mirë, pse Lucia, pal në nësipën tokës, një shanë të pamatën zjarmit. Ku bishë më ranë, për fatë kësh, mia shpirtënsh. Lot jo lot, po lumë i pamatën, lumë lësh zojës bekuve, që ku shkojnë e marojnë të gjithë ta janë bitë e bjetë e mi. Lutë një Zotin që të pështojnë edhe ta prej të merit fundit fardit. Ku shtemi zojës bekuve, këthej një ka Zotin. Ashtë edhe vështrimi fort, se njëzimi sot ka nevojë për një bashkim e dhazim të gjithanshëm, një këthim të gjithanshëm shpirtnar ka Zotin. Një forcë morale shpirtnore me përhap kuda, dashnin hinore që ka për në Krishtit dërgjakun edhe për ne. Për me banë gjithë popullit të kuptojnë të mirën personale, të mirën e shtetet e tyne, të popullit të tyne. Për me kujtu se Krishti
Një anë tjeta kërkon me pa të gjithë njerëzit në luminit Parinjit. Ju keni ardhë me një fjallën e Krishtit, sigurisht, jo rhetori, që kur desh shenti Luka, apostoll unjeltar, me për këty unjelën fjallët e Krishtit në formë oratorike. I vjen endi për qiellët e hinë shput, e janë hava. Shkruja për theje unjelën, si e ka folë Krishti, thjeshta si. E këtë fjallët e thjeshta janë fjallët e arta që do të valzojnë, do shnisin botën për amshim. Djerën të vazhat, këthejnë e ka Zotin, ndërsh një matë manë se të nanë se babës nuk mundi me gjithë kurkum. Largohemi nga çdo formë e imoralitetit, seksit, e tjera me radhë, se a pak e fshie me o thonë, po nëse së një dora, që ka thotë Krishti, e keni harru, talvi, hishe për i balit, futi kom të durët, në sheshim, tona, e kur të mëllëm sëtë, të mjertna, se shka të tjetë gjykimit ma në Zotë. Gloria Polo në Kolumbi, akrobatike tjera, që për du me u mërzit që dikush mund mërzitet, Paul, rëfene Krishtit ku i ra bashkë me djallin e dhaut. E Paul shpirtin djallin dhaut të shkinë Parinjës. Kjo marrën farën. E kam dokumentin kështarën, me autorizim kështarë fetare, e jo liber gjetën si masive të njerëzve. I thot, i del para Krishtit shkam për unë. Du me dalë të qërimi masë, po mjulli edhe fjallën. Qa për unë Krishtin, gjitha flishtit, ma pështit këqijat. Atëherë i thot, e shkun veta jo. O, burra që po mënin jo popo që në gjojnë fjallën të më të ardhën për farët. Edhe Mikael Arkangjell, kishte lidhë për klamet, më zërë për tuneli se pas ka një tunel në farë mi farë. Më pështoj, shkam për une, atëherë kishte tha, je kënë të unë, për vdekje për farë. Më të fali, për botën moderne ka fjarën Krishti, po shikën altë, Paul Parinjën. Një lumini që s'ka shkrimtar, në botë sa që shkru një dritë e një malni, një dashni hinore që s'mund ta kuptoj kërkush vetëm aj që shjanë. Du me pa gjithë tërët e botës, e gjithë popujt në Parinjë se kam darë gjakun, pike në fundë gjakut për ta. Ka fjara Krishti që mbjen mua edhe ju o vllazën e botëra. Po tjetë, po t'ishte Krishti në Krishti të asë në botë, e po shpatot e fjarën do një anë tjetër që e kam dashën ju, të darë gjakun të për të bota do t'ishte një kopsh me lule e me mjartë. Analizojnë e vetë. Të lutimi, me 4 rozarin ditë në dorë. Këto nuk du me shqitmanë se dhe me kemi divoshëm, por janë 4 misterët e zojës bekume. Nuk e kam thanë vetëm këtu sot. Ka që Zoti në shumë vanët shtetë mbatë e Europës, e të Amerikës, e dini tanë. 4 rozarë zojës pështonë familë, pështonë qytetin, pështonë botën, e u hapë dyrë të nëmisë gjithë nëzimit. Venit e atë me onës, ego rëfjën basë, ju gjithë të vorfen, të shtypun, të thumë, të vorfen, të smut, pa shpesa, venit e atë me onës, e një të gjithë të unë. Por, kërkojnë mos fajt, lumnin e Zotit, e dërsin e Zotit, gjithat me ato të i këtë botë, e hapin e dërës të njësë Parinjit. Kjo fjalla Krishtit, bashkomi në lutje, paqë, vllaznim, bujari, dashni hinore, nërim e të madhë vogël, të përhapë që rrëz dhjët fjallën e vllazimit botnor, kena synë të Krisht që në shikën, me dritë të nëmushme, e në thotë, venite atë me ovës, eni të gjithë të unë, e të të keni, unë ju të gjithë, lumnina pa matën, të gatuan për Krisht gjallë, jo Krisht 2000 gjallë, sa në tanë votën Krisht në gjithë shpi, për gëzimin e lumnin që jena për në Parinjë gjithëve.